Disa organizata të shoqërisë civile i kanë bërë thirrje kryetarit të kuvendit Niko Peleshi dhe deputetëve të Këshillit për Mandatet, Rregulloren dhe Imunitetin që të shqyrtojnë pavonesa kërkesën e prokurorisë së posaçme SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Organizatat nënshkruese, mes të cilave Drejtësi Sociale, Qendresa Qytetare dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, kërkojnë që kuvendi të veprojë menjëherë. Sipas tyre, çdo vonesë e paarsyeshme rrezikon të cënojë parimin e barazisë para ligjit dhe besimin e publikut në institucionet demokratike. Më 16 dhjetor 2025, SPAK i ka kërkuar zyrtarisht kuvendit të Shqipërisë autorizimin për arrestimin e Belinda Ballukut, e cila akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, konkretisht në procedurat për tunelin e Llogaras dhe ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës. Balluku i ka mohuar akuzat, duke i cilësuar ato si balë dhe aludime dhe ka kritikuar opozitën. Mazhoranca socialiste ka shtyrë shqyrtimin e kërkesës që nga dhjetori, duke argumentuar nevojën për kohë për njohjen e dosjes voluminoze dhe pritjen e vendimit të gjykatës kushtetuese. Shtyrja e shqyrtimit për tej 3 muajve mund të çojë në rrëzimin automatik të kërkesës së SPAK, ndërkohë që zyrtarët e Bashkimit Evropian paralajmërojnë se ndërhyrjet politike në sistemin gjyqësor mbeten një shqetësim serioz. Komisioni Evropian nënvizon se është përgjegjësi e kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. BE-ja monitoron nga afër sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit në Shqipëri si pjesë e procesit të integrimit evropian.